Sistemi arsimor në vendin tonë po përballet me pabarazditë të dukshme mes qarqeve, ku raporti mes nxënësve dhe mësuesve ndryshon ndjeshëm nga një zonë në tjetrën. Në kryeqytet një mësues kujdeset mesatarisht për 13 nxënës në shkollat private dhe rreth 20 nxënës në ato publike, duke mundësuar një mësim më të personalizuar, por në jug situata është krejt tjetër. Në Gjirokastër raporti shkon deri në 25 nxënës për një mësues në shkollat private, ndërsa në ato publike bien në rreth 10. Edhe në Berat, mësuesit në sistemin privat përballen me 23 nxënës për klasë, krahasuar me 11 në publik. Këto diferenca tregojnë se cilësia e arsimit varet gjithnjë më shumë nga vendodhja dhe nga mundësitë ekonomike të familjeve, sesa nga një standard i unifikuar kombëtar. Specialistët e fushës theksojnë se shpërndarja e pabarabartë e mësuesve, mungesa e investimeve në zonat e thella dhe diferencat në infrastrukturë po ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e mësimdhënies. Në qarqet me popullsi më të madhe, si Tirana dhe Durrësi, konkurenca mes institucioneve arsimore ka çuar në klasa më të vogla dhe kujdes më të madh ndaj nxënësve. Ndërsa në qarqe më të vogla, mungesa e stafit pedagogjik dhe mbështetjes financiare po përkeqëson rezultatet. Një mësues që ka përballë më shumë se 20 nxënës e ka të vështirë të ushtrojë vëmendje individuale, duke ndikuar në cilësinë e mësimit dhe motivimin e fëmijëve. Këto dallime mund të thellojnë më tej hendekun arsimor mes veriut dhe jugut dhe mes zonave urbane dhe rurale, nëse nuk merren masa për një shpërndarje më të drejtë të burimeve njerëzore dhe financiare.